Shqipëria po të kurret dhe plaket. Raporti i projekcionit të popullsisë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara ka parashikime as pak optimiste për vendin tonë, ndërsa mendohet se deri në vitin 2054 lindjet do të përgjysmohen, duke bërë që nga 22.000 bebe të lindura në 2024 të kemi rreth 10 deri në 11.000 bebe në 2050. Ekspertët kanë dalë në përfundimin se emigracioni është shkaku kryesor i rënies së lindjeve. Ata e kanë renditur Shqipërinë të parë në botë për numrin e lindjeve të humbura si pasojë e emigracionit. Sociologët e shohin me shqetësim këtë situatë, duke thënë se pasojat do të jenë të shumëfishta. Këto do të reflektohen në radhë të parë në të kurrjen e popullsisë së Republikës së Shqipërisë, në radhë të dytë në uljen e numrit të martesave dhe në radhë të tretë në plakjen e popullsisë. Tha Entela Binjaku, sipas projeksioneve të Kombeve të Bashkuara, të gjitha vendet e rajonit pritet të kenë një rënje drastike të lindjeve si pasojë e emigrimit të grave në moshë riprodhuese. Edhe më i ndjeshëm është në vendet që kanë norma të ulta të fertilitetit, ku çiftet nuk zëvendësojnë as veten. Italia dhe Greqia janë dy vendet që bëjnë përjashtim, pasi janë vende ku përfitojnë rritje të lindjeve nga emigrantët.